Komuna e Skenderajt ka bërë një punë të jashtëzakonshme me organizimin shtetëror të një ceremonie të tillë. Akademi kanë ardhur shumë personalitete nga rajoni dhe nga Kosova. Ishte bashortja e kryeministit Edi Rama, ishte kryetarja e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, ministra nga Shqipëria, ishin lider politik nga Kosova, bashkëpunëtor të presidentit Thaçi, bashkëpunëtor të familjes Thaçi. Pra salla Ilas Kodra në Skenderaj ishte e mbushur me meq të familjes, me njerëz që kanë bashkëndje me familjen në këtë ditë pikëllimi, dhe të njëjtit njerëz, po dhe në mënyrë më masive kanë ardhur edhe në ceremoninë e varrimit. Shumë qytetarë nuk kanë arritur për shkak të kolonave të krijuar që të vinë në ceremoninë e varrimit, pra kanë mbetur të bllokuar në rrugët të ndryshme, dhe është pa që ka pas një vërshim të jashtëzakonshëm dhe shumë të madh dhe një empati të jashtëzakonshme të qytetarët e Kosovës me këtë pikëllim të familjes së presidentit Thaçi dhe të familjes Thaçi pas vdekjes së babait të tyre Haxhi Thaçi. A po ati ndonjë ngushëllim direkt kështu nga krerët e shtetit? Ka pas disa telegrame të ngushëllimit nga institucionet e Republikës Kosovës, ka pasur nga institucionet e Republikës së Shqipërisë, madje në mbrëmje kanë ardhur edhe disa telegrame të ngushëllimit nga ish senator, ish kongresmen amerikan, të cilët padyshim që kanë nderuar familjen Thaçi. Njëri nga ato është edhe zoti Hall, i cili gjithmonë ka komunikuar përmes ambasadorit Amer Shala, gjithmonë ka komunikuar edhe me Bacen Haxhi, pra edhe ai është shprekur nga kjo vdekje, dhe me këtë rast familja Thaçi gjatë tërë ditës ka marrë telegrame ngushëllimi nga mbar bota dhe nga mbar ata që kanë njoftur babain e tyre, që kanë njoftur presidentin Thaçi dhe familjen e tij.